Zhanri mister dhe thriller është më i preferuari ndër lexuesit, kështu që unë sot dua t'ju jap 5 rekomandime për këtë zhanër për të lexuar gjatë 2026-s. Libri i parë është Fajtori nga autori Martin Stein, i cili ka studiuar psikologji kriminologjike dhe një pjesë e rasteve që ai ka studiuar janë bërë edhe frymëzim për librat e tij. Libri i dytë është libri Terapisti nga autorja bestseller B.A. Paris, e cila është e njohur për librin e saj Pas dyerve të mbyllura. Libri i tretë është Vizatimet e fshehura. Ky libër flet për një djalë 5 vjeçar i cili fillon të tregojë në imazhet e tij historinë e një vrasje. Besoj që të gjitha njihni autoren e Shërbëtores, serisë më të shitur, Frida McFadden. Ajo së fundmi ka dalë me librin e ri Kur mos gënje, të cilin ju rekomandojmë si lexim për 2026. Libri fundit është Anao, e cila flet për historinë e një shkrimtare 25 vjeçare, e cila kryen një vrasje dhe bie në një gjumë si pasojë e një çrregullimi psikomatik. Por çfarë ndodh më tej? Ju ftoj ta zbuloni. Të 5 libra i gjeni në librarinë Leximtari këtu në Tirana Ring Center ose në webin ton leximtari.al. Ju mirpresim.